Ermal Onuzi nuk e pati të gjatë në krye të Gardës së Republikës. Sipas burimeve, ai ka dhënë dorëheqjen ditën e djeshme nga posti që mori në shtator të vitit të kaluar. Onuzi është konsideruar si një nga figurat më të kontestuara që ka drejtuar Gardën, duke qenë se në vetëm 9 muaj janë grumbulluar akuza të shumta dhe ankesa ndaj tij. Një nga skandalet më të rënda lidhet me dhurimin e qendrës stërvitore të Gardës për ndërtimin e kullave. Pamfleti denoncoi më herët se ministri i Brendshëm Ervin Hoxha ishte ngritur një grup pune me juristë dhe specialistë për të hequr Gardës sipërfaqen e tokës ku ndodhet qendra stërvitore në zemër të zonës së mbrojtur tek liçeni artificial i Tiranës. Pas gjoja 4 muajsh studim, grupi i punës përgatiti dokumentacionin për të nxjerrë nga inventari 20.000 m2 tokë, duke i kaluar për përdorim tek Agjencia e Zhvillimit të Territorit e drejtuar nga Edi Rama, e cila e kishte piketuar si zonë për ndërtime. Kërkesa për këtë transferim është firmosur nga vetë Ermal Onuzi në tetor 2024, vetëm një muaj pasi u emërua në detyrë, një emërim që u bë me ndryshim ligji të posaçëm. Një tjetër skandal i rënd lidhet me përgjime të palikshme. Sipas një raporti të dorëzuar te kryeministri Edi Rama dhe ministri Ervin Hoxha nga oficerët e truproja të Gardës, Onuzi kishte ngritur një rrjet mbledhjeje të dhënash mbi ministra dhe zyrtar të institucioneve si SPAK, BKH dhe gjykata e posaçme. Oficerët pretendojnë se janë urdhëruar të kryejnë veprime të palikshme të survejimit. Për më tepër, Onuzi dyshohet se së fundmi ka ushtruar detyrën pa certifikat sigurie, çka përbën shkelje të rëndë të protokolleve të sigurisë shtetërore. Sipas dosjes personale dhe regjistrit të drejtorisë së sigurimit të informacionit të klasifikuar, rezulton se atij është hequr përgjithmonë certifikata e sigurisë në muajin shkurt 2023, kur u shkarkua nga detyra si zëvendës drejtori i përgjithshëm i Agjencisë së Inteligjencës dhe Sigurisë së Mbrojtjes, AISM. Ai u shkarkua me kërkesë të zyrës së NATO-s në Ministrinë e Mbrojtjes për cënim të sigurisë së informacionit të klasifikuar, duke i shitur në grupe interesi agjenci të huaja dhe për kontakte me eksponent të botës së krimit edhe në trafikun e armëve. Lidhjen me krimin, Ermal Onuzi nisi në vitin 2005 me dhëndrin e Sali Berishës, Feriz Breçanin, kur bashkë me të ishte shef sektori gjurmimit të trafiqeve në shërbimin informativ të ushtrisë. Në 6 raporte të shish dhe antitrafikut në vitet 2006-2009, të cilat janë arkivën e Policisë së Shtetit, Prokurorisë dhe Ministrisë së Mbrojtjes, thuhet se Feriz Breçani dhe Ermal Onuzi, funksionarë të shërbimit informativ të ushtrisë, lejonin dhe nuk raportonin trafik droge e armësh prej personave nga Tropoja, Kuksi, Dibra, Podgorica e Gjakova, madje edhe me automjete të ushtrisë me logo të shërbimit informativ të ushtrisë dhe policisë ushtarake. Bashkëpunim me krimin, drejtori i Gardës Ermal Onuzi ka bërë në 18 raste të konstatuara nga policia shishe antikrimi në periudhën mars 2023-janar 2024, kur ishte drejtor operacionesh antitrafik dhe antikontraband te kompania e sigurisë S2 Secure Albania në portin e Durrësit. Emri i kryegardistit Ermal Onuzi doli dhe më 8 dhjetor 2023, kur ishte shef kontrolli në portin e Durrësit dhe nga hetimet rezultoi se lejoi kontejnerin e Bana King me 55 arka kokainë, pra duket se me largimin e tij, Garda e Republikës ka shpëtuar nga zaptimi i krimit.